Prej 36 vitesh munges, në Lezhë u rikthye Festivali i Këngës për Fëmijë. Edicioni i parë i Val Zërash u zhvillua në Pallatin e Kulturës Det Ndue Lazri, ku në garë morën pjesë 12 këngë të realizuara nga Shkolla Muzikës Beslidhja. Zërat e fëmijëve mbajtën të mbërthyer publikun për më shumë se 60 minuta, ndërsa duartrukitjet nuk munguan gjatë të gjithë mbrëmjes. Ky festival, i iniciuar nga Drejtoria Rajonale e Arsimit në Lezhë, do të jetë një aktivitet i përvitshëm për promovimin e talenteve të reja dhe do të kthehet në një traditë të rëndësishme artistike për fëmijët e Lezhës, shprehen organizatorët. Duke rikthyer festivalin pas 36 vitesh, ne bëjmë një vlerësim dhe një omazh për ato të cilët realisht kanë dhënë kontribut dhe sot nuk jetojnë. Përveç saj do thoya që festivali i këngës Val Zërash, të cilin e nisëm këtë vit, pas 36 vitesh, do të vijojë në edicionet e ardhshme. Ky nuk do të jetë edicioni i parë dhe i fundit, por do të jetë një edicion i cili do pasohet edhe nga edicionet e tjera, për një arsye shumë të thjeshtë. Lezhë ka talent. Jam shumë krenar për idenë dhe realizimin e drejtorit të Dravit, zotit Hasan Muça, që ka menduar me kthy festivalin e fëmijëve në Lezhë. Unë jam produkt i festivalit fëmijëve në Lezhë. Dhe jo kënga që mori çmimin e parë, që e kam kompozuar tani, por një këngë tjetër unë e kam kënu në klas 5. Rikthimi i festivalit të këngës për fëmijë është një ngjarje me rëndësi të veçantë për qytetin e Lezhës, u shpreh kompozitori Zhani Ciko, i cili kryesoi edhe jurinë e festivalit. E vlerësoj vërtet si një ngjarje të rëndësishme, sepse rikthimi i një tradite është sikur të çelësh një pus me një burim të madh uji apo naftë qoftë diçka tjetër. Edhe si një shkollë si ajo Beslidhjes ka marrë përsipër të rikthej traditën në fal kujdesit, punës së madhe të mësuesve. Pra ky është një festival 100% që mbulohet brenda qytetit, kulturdashës dhe traditave të mëdha historike e tjera cilësi, midis tyre fëmijëve ka përgjithsisht fëmijë të talentuar. Dhe nga ata me siguri do ketë dhe që do përqafojnë karrierat artistike. Po ato do t'jenë me këtë stimul që morën nga këtë festival, do t'jenë pjesëmarrës në gëzimet e shkollës, të jetës familjare dhe kudo asaj studentore, kudo që fati i tyre i ardhshëm do t'i hedhi dhe ata do zgjedhin rrugën e tyre. Në edicionin e parë të Val Zërash, çmimi i parë ju akordua Ambra Ukut me këngën Pyetje. Me çmimin e dytë u vlerësua Ariana Jaku me këngën Frym, ndërsa çmimin e tretë e morën Ajsi Përgjoni dhe Klevis Preka me këngën Kopshti Zoologjik.